Mimroma shikus të Radio Televizionit Publik të Kosovës, mirë se erdhë në emisionin Këshia Show. Faleminderit publikut që sonte i kem prezant, por edhe Adriatik Liotës që tashmë është pjesë e emisionit tonë, që e ka bërë rutinë. Faleminderit do atrokitje për këtë këngëtar të mrekullueshëm. Sonte do të kemi vërtet një emision special. Do të flasim për shëndetin tonë. Një fjalë e urtë popullore thotë me rëndësi më kon shnosh, po jo në kry. Është mirë më kon shnosh në trup, i shëndetshëm. Sonte pra do të flasim për shëndetin. Për me diskutu për këtë temë, për shëndetin e trupit tonë, kem përzgjedhur një njerëz shumë special. Ai është special edhe për këshillat e tij që jep, ka qenë shumë i suksesshëm edhe në biznes, ka studiu për toksikologji, po besoj për dini për këtë fjalë është fjala për profesor Hetem Ramadan. Hajde prof. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën. Ti na nderon gjithmonë me pjesëmarrje. Faleminderit. Thash edhe më herët këshillat tua përveç që na pëlqejnë, ndikojnë pozitivisht në trupin tonë. Dorëtokitje për Hetem Ramadan. Pse na do ka shumë? Jem pozitiva? Jem ndër emisionet e vetme që gjithmonë pranon ftesën për me qenë të na. Po, kjo Unë falenderoj shumë. Kjo është e vërtetë që jam këgja seleksionues për shkak kohës, që koha ime ndahet në ato çka duhet më marr, me çka nuk duhet. Ty të kom shtin atë blokun që duhet më marr me ty, edhe besoj që ky emision mund të ndikon ato që thash për pozitivisht për shëndetin. Tani ajo fjala trup e mendje të unë janë do ndryshe, po besoj që do flasëm për këtë. Sigurisht, do të gjitje për profesorin. Me shëndet mirë, je? Me shëndet jam shumë mirë, faleminderit. Ti fjalën smundje nuk ekziston për ty, së smundem. Po mungesa e shëndetit mund të jetë smundje. Nëse je shëndosh, ku është smundja? Nuk ka smundje, po një sistem i tërë që na mbron e këto na ka dhënë natyra, si që tani po folim për sistemin imunitar, për gjene, për janë disa faktorë që nëse janë aktiv, atëherë smundja me të vërtetë ekziston. E ky aktivizimi i këtij sistemi që na mbron, një ndër faktorët që unë merr është ushqimi. Ushqimi. Përveç ushqimit, pastaj janë aktiviteti fizik, meditimi, gjumi, frymëmarrja. Kështu që këto do t'i bëjnë në një libër të tëra publike, me që janë kërkesat. E shumë të sigurisht. Tani jo publike, po unë kam kërkesat qinda, mos të mija ndite, edhe mes këtij emisionit jap një përgjigje gjithë që është e pamundur individualisht secilin të marr. Kështu që nga këto raste dhe nga këtë përvojë që kam intensivisht 3 vjet dhe studimet e mia që janë një 20 vjet, tani ju kom përkushtu tërkohën merr me studime, pastaj vetë fakti që unë jo marr jo sikur në për vende tjera në laboratoriume me lepuje, me shtancë, unë kom pas jo prova, po me që kom pas atë besimin të njerëz, kanë ardhur njerëz të gjallë dhe për fatin shumica janë shëru prej shumë smundjeve të ashtu quajtura për këtë mjekësi kronike që nuk shërohen, po menaxhohen, kështu që jam shumë optimist që do ju ndihmojmë në mënyrë masovike me këtë sistem leximi që do të jetë libër, ku i do jenë emra, mbi emra, smundje me cilët ky libër do t'ju ndihmon të gjithë. Sigurisht. Profesor, a është mjekësia edhe farmacia e smurë nga biznesi? Ka smundje biznesin?